Pas tragjedisë së Koçanit ku 59 persona humbën jetën, qytetarët kërkojnë përgjegjësi. Janë bërë virale videot në rrjetet sociale ku një grup protestuesish kanë shkatruar klubin e quajtur Puls, atje ku humbën jetën një numër i madh personash. Por protestat duket se do të vijojnë, madje kanë marrë një përmas më të gjerë dhe ka organizime tejet serioze që pritet të ketë zhvillime të tjera edhe më të ashpra në ditët në vijim. Kërkohet përgjegjësi, kërkohet dorëheqje e drejtuesve të institucioneve të shtetit. Deri në këtë moment më lejoni t'ju them se ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bektashi është arrestuar dhe vendosur në paraburgim pasi dyshohet se ministria që ai drejtonte ka lëshuar licencën e falsifikuar për funksionimin e lokalit të natës ku ndodhi tragjedia. Megjithatë, ditën e djeshme ne kemi pasur mundësinë të kuptojmë në studio se nga dokumenti i publikuar dhe zbuluar nga gazetarët nuk është se ka qenë zoti Bektashi ai i cili ka firmosur, por bëhet fjalë për një tjetër ministër. Megjithatë, për të fokusuar tek protestat, unë do doja të përshëndesja Blendi Hodaj, i cili është student dhe një pjesë e grupit organizator. Hodaj, çfarë po ndodh dhe më përshkruaj pak ditën e djeshme, si u bë organizimi dhe mbi të gjitha çfarë pritet të ndodh në vijim? Milita Silorella, besoj se ndëgjon atje në studio. Fillimisht i tërë vendi Maqedonia e Veriut është në dhimbje dhe në mort pas tragjedisë që ndodhi në ditën e diel, që humbën jetë 59 të ri. Dhe nga gjitha ajo tragjedi është e kuptueshme dhe arsyetueshme i tërë mlefi dhe revolta që kanë qytetarët në Maqedoninë e Veriut, sepse shumë herë dhe shumë shpesh janë duke u ndjerë të dështuar nga vetë sistemi që duhet të na mbrojë neve si qytetarë. Dhe kjo është ndër arsyet pse keni parë ditën e djeshme tërat revolt dhe tërat aksion të qytetarëve në qytetin e Koçanit në lokalet e personit e pronarit që kishte edhe klubin e natës Puls. Dhe kjo ishte ndër arsyet pse ekzistonte i tëra i revolt, një revolt ndaj kundër shtetit që është i improvizuar. Një sekond Blendi, se s'të kuptova. Çfarë roli ka pronari i këtij klubi? Pra, pronari i këtij klubi sipas informatave që nuk janë zyrtare ende, thuhet që ka ikur nga shteti, nuk është momentalisht në shtet, ndërkaq sulmet që i shihni në video janë të një lokali tjetër që ai është pronar. Për këtë arsye, qytetarët në qytetin e Koçanit të revoltuar kanë vendosur që ta sulmojnë dhe ta prishin, ta demolojnë realisht lokalin tjetër të këtij pronari të diskotekës Puls. Kuptoj qartë. Shiko, më ka bërë përshtypje, kam lexuar në rrjetet sociale, por edhe kuptuar nga personat me të cilët kemi mundur të bisedojmë nga dita e djeshme, se për pronarin në fjalë flitet dhe ka komente se mund të ketë një lloj afrimiteti për shkak të një pune të dytë që ai bën me kryeministrin e vendit. Ke informacion ti për këtë? A ludohet, flitet? Flitet, por nuk mendoj që është e vendit të diskutohet diçka që ende nuk është e vërtetuar nga ana e institucioneve, për vetë faktin që ende është dita e ditë zie në Maqedoni dhe nuk besoj që do të kontribonte në opinionin publik të flitej për gjëra që nuk janë ende, përthash theme që ende nuk janë të vërtetuara nga ana e institucioneve. Ajo që dihet është që neve si qytetarë, si studentë, si të ri jemi të revoltuar kundrejt sistemi që na ka dështuar disa herë me radhë. Ne për vetëm 6 vite kemi patur 4 tragjedi, të cilët për këtyre 4 tragjedive kanë ndruar jetë mbi 140 qytetarë të vendit. Dhe gjithë ky revolt është sepse ndihemi të braktisur nga vetë sistemi që është dashur të na mbrojë në radhë të parë. Andaj secili i cili ka përgjegjësi edhe për këtë tragjedi në Koçan. Po nëse vërtetohet që pronari i diskotekës klubit të natës ka ndonjë farë lloj bashkëpunimi me kryeministrin e vendit, duhet të ketë përgjegjësi maksimale dhe të mos përfundojë edhe ky rast pa asnjë përgjegjësi, siç ka ndodhur me rastet e tjera të tragjedive që i kemi patur fatkeqësisht.
Shohim video dhe duket revolta juaj dhe unë madje vëre dhe jo pa qëllim jemi në një lidhje direkte me ty Blendi, ka një numër të lartë studentësh dhe të rinj. Si po organizoheni, çfarë pritet të ndodhë në ditët në vijim dhe deri ku do t'i çoni protestat tuaja? Ne kemi vendosur momentalisht që të mos I quajmë protesta për shkak se situata në kryeqytet është pak e tendosur për faktin që ende janë duke u transportuar viktima dhe të lënduar nga rasti. Andaj ne nuk kemi vendosur ende të protestojmë, të bllokojmë rrugët sepse nuk duam të bëjmë punën më të vështirë heronjve tanë që janë duke luftuar në spitale për shërimin e të gjithë të lënduarve në tragedinë e Koçanit. Andaj sot çfarë do të bëjmë është që në ora 6 kemi thirrur që të mblidhemi të gjithë në sheshin e Maqedonisë në Shkup, ku në shenjë të respektit në ora 6, në ora 18:59 për shkak të 59 viktimave, do të kemi 16 minuta heshtje në respekt të gjithë viktimave të rastit në Koçan. Më pas ne do të vendosim sigurisht me grupin e studentëve se si do të vijojë organizimi më tej. Në momentin që do të stabilizohet edhe gjendja në spitale dhe me transportimin e të gjithë, siç thash, të lënduarve, në atë moment do mundemi edhe ideja është që të bllokohen të gjithë institucionet dhe të mbahen përgjegjës për të gjitha këto tragjedi që kanë sjell një numër të madh të viktimave, por pa përgjegjësi deri më tash. E kuptoj. A ka persona të cilët ju kanë kontaktuar nga ana e institucioneve për t'i frenuar këto protesta apo për të negociuar me ju? Dje ka patur fatkeqësisht në mbledhinë që kishim tek Universiteti Shënkerit dhe Metodi në Shkup, kishte një farë tendence për kidnapimin e mbledhisë nga ana e Ministreshës së Arsimit dhe Shkencës zonjës Vesna Janevska, për fat të keq dështoi. Ata dëshironin që në atë mbledhi të kenë fjallime politike dhe të recitojnë vjesha të autorëve të ndryshëm Maqedonas ku thrasin për heshtje, për shkak se ka ndodhur një tragjedi dhe duhet I respektojmë viktimat. Ishte një lloj tendence e kontaminimit të hapësirës dhe të mlefit dhe revoltës që e kemi ne si qytetarë, që mendojnë but kuptimin e partisë që është në pushtet VMRO DPMNE, dëshirojnë që të mos ju ndodh një rast I ngjashëm si tek shteti fqinj në Serbi, dhe për këtë arsye janë angazhuar dhe mundohen në forma të ndryshme si kjo që u tentua të kontaminohet ky revolt që ekziston tek të rinjt, sidomos dhe tek qytetarët në përgjithësi. Po qytetarët Shiko, ne do jemi në kontakt edhe në vijim për të kuptuar më shumë, po dua të bëj dhe një pyetje të fundit, se sigurisht që protesta do të vazhdojnë edhe ne do të jemi së bashku për të kuptuar më tepër në ditët në vijim. Vetëm dua të më shpjegosh diçka. A I trembeni, dhe këtu I referohem asaj që ndodhi ditën e djeshme, a I trembeni arrestimeve të protestuesve në ditët në vijim, çka mund të sjellë dhe një lloj neutralizimi të gjithçkaje në ditët e ardhshme? Jo, studentët kanë guxim, fatmirësisht janë zgjuar nga gjumi letargjik që kemi qenë, edhe kjo që e shihni në video është populli në kamp, kështu që edhe në qoftë se tentohet të arrestohen individ të caktuar që të heshtet protesta, ajo më shumë do të ndizet. Edhe më shumë protestues do të ketë në rrugë vetëm për faktin që nuk munden ato taktika të diktatorëve të shfrytëzohen ndaj një drejte demokratike dhe ndaj një revolte të arsyetueshme për shkak të rasteve që na kanë ndodhur. Falenderoj shumë, edhe do lidhemi në ditën të vijim për të mësuar se çfarë pritet të ndodhë. Përshëndes. Nevri Ademi, gazetar, është me mua në një lidhje direkte. Ademi, shumë faleminderit për kohën tënde sot dhe më lejo të të pyes çfarë është duke ndodhur dhe a ka ndonjë lloj tendence për të fajsuar persona që kanë qenë më përpara në pushtet, se që është rasti I zotit Bekteshi, pra për t'ia faturuar atij firmën e dhënies së licencës për këtë klub? Është shumë rëndë, kolega, ajo që kemi parë gjatë natës së mbrëmshme ku ish ministri I ekonomisë Kresnik Bekteshi përpara gjykatës në Koçan u shtoll me kamera
dhe me të gjitha ata fotografi, me një show i cila fatkeqësisht bëhet në një moment shumë kritik kur e gjithë Maqedonia Koçan për 16 të rinjë të cilët në Koçan humbën jetën fatkeqësisht nga moskujdesja e institucioneve lokale në atje. Përderisa kryetari në komunën së Koçanit nuk e din se ku ndodhet për momentin, i njëjti është në parapurgjim, është në shtëpi apo ku është, ne kemi Kreshnik Bekteshin i cili arrestohet me kamera dhe bëhet një show në Koçan përpara mediave për të treguar qeveria tanishme dhe partia që është në pushtet me një ton arrogante, siç e tha edhe kryeministri Kristian Mishkovski, duke ju referuar Bashkimit Demokratik për Integrim se do t'i kap përveshje ata dhe do t'i drejtoj përpara drejtësisë, por në fakt nuk përshojmë një drejtësi normale, por përshojmë një drejtësi selektive dhe një kundërvënie të një politike që tani më ka kaluar dhe pas 9 muajsh, paramendoni, pas 9 muajsh merret një ish ministër firma e të cilit nuk gjendet në asnjë lloj dokumenti lëshuar drejt atij klubit i cili fatkeqësisht mori jetën e 59 personave. Nevri, a pritet të ketë për shkallëzim, se unë po fisja më herët edhe me Blendin, a pritet të ketë për shkallëzim të protestave sipas teja apo do neutralizohen nga ana e institucioneve, sepse dhe ditën e djeshme kishte një lloj tendence për të ndaluar disa persona e për ta shpërndarë turmën? Në fakt, kjo qeveri, ashtu edhe si ajo që ka qenë më herët para ardhësit e tyre, sepse vëmërot po më ne jemi mësuar të shohim nëse qeveri do të ketë tendenca për të parandaluar protestuesit, dhe siç kishte gjatë ditës së djeshme kur Ministresha e Arsimit tentoi që të merrë fjalin përpara studentëve, por që nuk u lejuan nga studentët, dhe të theksohet se sistemi i shëndetësisë për momentin është në një kolaps të thellë dhe nga 118 janë të lënduar, paramendoni 76 persona ne për momentin po i mjekojmë jashtë shtetit për shkak të kapaciteteve kaq të vogla që Ministria e Shëndetësisë i ka në vendin tonë. Gjatë gjithë kësaj periudhe kur kanë ndodhur raste të tjera, kemi pasur vdekje të foshnjeve thuajse çdo muaj dhe asnjëherë ministri i Shëndetësisë Arben Taravari nuk doli që të folë për sistemin e shëndetësisë që është në kolaps të thellë, por gjithmonë fliste politikisht. Dhe kjo tani po shihet se sa sistemi shëndetësor Republika e Maqedonisë së Veriut e ka të prapambetur dhe nuk kemi kushte të mjekojmë. Dhe prandaj thua janë dërguar jashtë vendit pacientët që kanë pasur plagë të rënda, siç është rasti i Bullgarisë apo Selanikut? Ne kemi pacientë që ka plagë të rënda dhe të mesme që janë dërguar jashtë vendit dhe i kemi vetëm ata të cilët janë të hospitalizuar në qendje normale janë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga të cilët janë 89, ndërka që në natën e fundit janë dërguar 2 pacientë në Afin, 3 në Vjenë, 2 në Sloveni dhe pritet që gjatë ditës së sotme edhe pacientë të tjerë të dërgohen po ashtu në Itali, Holandë, Kroaci dhe Norvegji. Të kuptoj qartë. Shiko, Nevri, përpara se të të falenderoj, dua të të bëj edhe 2 pyetje të tjera, lidhur me këtë që po më përmendje. A ka ndonjë lloj reagimi nga ana e institucioneve aktualisht që flasim lidhur me mënyrën se si do të kryhet hetimi për ngjarjen, pra do të mbajnë përgjegjësi ata që kanë qenë dikur në pushtet apo ata aktual? Prokuroria Themelore Publike gjatë natës së mbrëmshme ka shqyrtuar 14 parapurgjime në 48 orët e ardhshme, mes të cilave siç e potencova është edhe ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Bekim Maksuti dhe drejtori i inspeksionit. Siç e shihni 2 emrat e parë të piramidës në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë arrestuar për rastin në Koçan janë shqiptarë. Dhe fatkeqësisht po e them se edhe kryeministri, por edhe kjo qeveri me tone të larta po luajnë në një kartë nacionaliste. Ndërkaq prokuroria nga ana tjetër ka deklaruar se hetimi do të jetë shumë i shpejtë dhe do të jetë shumë i saktë. Por kjo do të pritet që të shihet ditëve në vim, për shkak se sipas informatave të para, për momentin po përshpejtohet vetëm procedura e autopsisë, e cila po i bëhet trupave të pajet, për shkak se duhet që trupat të jepten familjarëve për të varosur. Dhe të theksohet që shtëpinë e kryetarit të komunës gjatë ditës së djeshme për të eskaluar situatën e parandaloi Prisni i Koçanit, i cili ju drejtua protestuesve duke thënë Prisni që të kaloj në ky moment të varosin kufomat, pastaj do ta kalojë të gjithë qytetin. A është e vërtetë se pronari i lokalit, pra i diskotekës, është arratisur, pra nuk është në Maqedoni aktualisht? Në bazë të gjitha informatave, po e ceki që janë jo zyrtare, por që ne i kemi pronari i diskotekës për momentin ndodhet në Bullgari.
Kështu kemi informata për shkak se ai ka edhe një shtetësi bullgare, na kanë thënë qytetarët e Koçanit. A do t'i kërkojt atij të kthehet në Maqedoni për të paraqitur në prokurori ndoshta? Po deri në këtë moment nuk kemi parë asnjë të arrestuar i cili sjell me kamera ashtu si u soll ministri i ekonomisë Krasnik Velteshi dhe qeveria deri në këtë moment nuk ka përmendur emrin e pronarit të diskotekës, duke thënë se ai po kërkohet, por paramendoni ne si gazetarë tim dhe qeveria nuk pas ka informata se i njëjti ndodhet në Bullgari. Ne shpresojmë se qeveria do ta kërkojë që ai të kthehet në Maqedoni për të përballur me drejtsinë, për shkak se në Koçan ka vetëm dy klube dhe paramendoni në këto klube të cilat i ngjajnë më shumë një shpallë se sa një klubit natës, kryetari i komunës nuk ka mundur që të paraqet rastin as në ministri, as në kryeministri, as në polici dhe as në qendër. A është e vërtet në Evri që, ju gazetarët e dini që pronari është në Bullgari dhe ndoshta institucionet e drejtësisë heshtin apo nuk e kanë ende këtë informacion, po ju si gazetar, a keni informacion nëse pronari i lokalit ka një lloj marrëdhënie pune tjetër përpos diskotekës me kryeministrin e vendit? Këtë nuk mund të them tani, mund të verifikoj që për shkak të situatës që cila ndodhet në Koçan, atje komunën e ka pasur bashkim, e ka pasur zëmëro DPMNE-ja dhe i njëjti person thuhet se ka qenë i afërt me këtë parti. Falenderoj shumë Nevri për ndërhyrjen, edhe të përshëndes. Shumë faleminderit për kohën tënde sot. Bashkim Selmani, pedagog dhe ekspert sigurie, është me mua në një lidhje direkte. Bashkim, shumë faleminderit, të përshëndes dhe do të të lutesha nëse mundesh të na bësh një përmbledhje të asaj që mundet deri në këto çaste grupi hetimor të ketë zbardhur nga ngjarja. Patjetër, ju falenderit për ftesën, njëkohësisht për mediat tuaj dhe për misionin tuaj. Është fakt se çështja e sigurisë dhe kundërta e sigurisë është pasiguria në aspektet e gjendjes të sigurisë, dhe kjo është, mund ta quajmë, një vrasje masive për shkak të faktorit njerëzor, me injorim të qëllimshëm të detyrimeve dhe procedurave, qoftë nga organizatori, ekzekutuesi dhe institucionet. Prandaj përgjegjësia është e dyfisht, është përgjegjësi institucionale dhe është përgjegjësi personave juridik apo subjekteve të cilët kanë neglizhuar detyrimet e tyre. E tash, në aspektin historik, se ju kërkuat për të gjasi për të përmbyllur të situatë, unë do t'ju them vetëm disa momente kyçe të cilat metastaza e krimit organizuar institucional ka bërë që të rrezikoj jetën e gjithë qytetarëve dhe sot e këndej askush nuk ndihet i sigurt në RMV. Prandaj, e para, pjesa e çështjeve të sigurisë, ne kemi pasur mbi 98 persona po të njëjtave vepra penale, djegje, pasiguri dhe mos sigurimi i mjeteve kundër zjarrit, që viktimat kanë qenë kryequt shqiptar. Dhe askush nuk u muar me këtë çështje, qoftë nivelin e politikës shtetërore, për arsye se të gjitha institucionet shtetërore, kur janë në pyetje shqiptarët dhe vetë shqiptarët me përfaqësuesit e tyre, kanë injoruar në një apo formë tjetër. Tani, kur këto raste ndodhi që viktimat e jenë Maqedonas i ka kapur këtë papregatitur të gjitha subjektet, të gjitha institucionet, për arsye se të gjitha krimet institucionale kanë bërë hapësira shqiptare, por në drejtësi thot ka një rregull, nuk ka krim pa gjuhë. Dhe çështja e sigurisë është e këtij, që thot nuk ka siguri maksimale, por nuk ka as liri absolute. Por shteti është i detyruar të sigurojë siguri minimale. E tash, çfarë nuk kupton siguria dhe siguria minimale? Në këtë rast, godina e trupëzuar është dashur që të respektojë konjunkturën e ligjeve të sigurisë dhe gjashtë institucionet janë të thirrura për të garantuar sigurinë minimale të individëve ose personave të cilët organizohen për çështje qoftë të ahendjeve politike e kështu me radhë. E dyta, qytetarët e Maqedonisë së Veriut, në flasim për shqiptarë, këto grup moshët që shkuan të shërohen, sidomos më 8 shtator të vitit 2021, ju drejtuan spitalit për shërim, spitali e posticioni ishte ai që i shkrumboi.
Po ashtu, I referohesh spitalit për cilin u mbajt edhe sot seanca gjyqësore, apo jo? Dhe për atë spital u bën protesta? Pikërisht, duhet të ndërlidhim që në vitin 2021 ka pasur 3 ngjarje me mbi 90 viktima. Është autobusi i Bullgarisë, është rasti i djegjes autobusit, pastaj është rasti spitalar i Tetovës, që nuk duhet për shkak kohës, por duhet ta them vetëm metastazën e krimit. Rëndësishme se mos reagimi në kohën dhe momentin e duhur nga ana e institucioneve, se po të kishte pas epilog gjyqësor, përfundimtar, atëherë vendimet gjyqësore do t'i udhëzonin institucionet që të bënin verifikimin e të gjitha kodinave në shtet. Një sekond, ti po më thua mua që kjo nuk është një çështje hetimore, sepse hetimet mjaftojnë, janë të zbardhura dhe dihet qartësisht kush janë përgjegjësit. Ti thua kjo është një çështje drejtësie, se duhet drejtësia t'i vërë përpara përgjegjësisë personat që ne xhaj dim kush janë përgjegjës. Këtë po thua? Një moment, këtu është flas, ju keni të drejtë që i keni pyetjen e parashtruar, por ose se në Maqedoni nuk ka gjyqësor, por ka vetëm gjyqësi me subjekteve politik. Ju paramendoni del kryeministri thotë du t'ja kapi vesh shqiptarëve ose përfaqësuesve. Çfarë është kjo? Do të thonë është një tragjedi e mes komunikimit që janë mësuar subjektet politike që kanë instaluar krimin dhe kriminalitetin organizuar institucional të disë bashku të gjykojnë në publik. Dhe tash ne jemi ata që japim informacionin për ndodhi dhe për mos plotësimin e standardeve. Mirë po, organet gjyqësore janë ata të fundit, të cilët duhet të japin epilogin përfundimtar të autorëve. Me që kemi në 5 raste dhe veprave penale të këtij karakteri dhe neglizhimin e institucioneve, duke filluar nga Ministria e Ekonomisë, pushteti qendror, pushteti lokal, dhënia gjitha licencave, 6 licenca duhet të jepen për të ushtruar një veprimtari të këtij. Do të thonë këtu janë autorë të krimit 6 institucione të cilat nuk e kanë kryer detyrimin e vet, të cilat janë shkaqet e moskryerjes së detyrimit. Jo, është qartë, e kuptova, po. Vetëm shkurtimisht për ta mbyllur, po. Korupcioni dhe 1/3 ka të bëjë ndërhirja e çështjeve dhe subjekteve se këto janë oligarkë. Këto njerëz dalin mbi ligjin. Dhe këto janë partijak. Mirë, se do kemi mundësinë ta kuptojmë në vim, po vetëm për që të kuptojmë për publikun, veç 1 minutë ta sqaroj edhe këtë. Shkurtimisht, të lutem, Në procesin gjyqësore, Maqedonia nuk është e aftë të bëjë hetim të pavarur dhe të sjellë vendim. Është e detyruar që të kërkojë ndihmë ndërkombëtare për procesur gjitha rastet pako, rastet modular të Tetovës dhe rasteve të tjera, dhe këtij rast të ketë një neutralitet për arsye se gjitha subjektet politike janë autorë dhe institucionet të këtij krimi. Vetëm me një hetim ndërkombëtar do të vëhet në funksion dhe të rikthehet besimi ndaj institucioneve dhe do të vëhet në funksionim shteti dhe funksionim. Faleminderit shumë, të përshëndes bashkim, ishte kënaqësi. Mirë, shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë, do të flasim për mënyrën se si partitë politike, konkretisht Berisha, Basha dhe Rama, janë duke bërë fushat. A është kjo një fushat e ashpër politike apo është thjesht një luftë për vëmendje?